Ne jemi pronar, shumë interesante, ne se ne do të rrim 10 orë bashkë. Ne jemi pronar vetëm kohës tonë. Ju thatë për drejtsinë. Dhe ne kemi bërë reformën drejtësi. S'kemi bërë akoma reformë. Ne kemi hyrë me ca gishta, s'kemi hyrë reformë. Se reforma, por the për popullin, tash gjë. Ne kemi nevojë i lirë dhe Malijaj të bëjmë vetting në çdo pjesë në media. Pa dyshim. Te biznesi madh. Si e kanë bërë? Administrat. Po ty është ti tani këtu, të më vish sot në Tiranë, ty është ministri apo në një ndërmarrje fuqishme, e më dalësh biznesmen, pastaj deputet, e më dalësh milioner, e ti më investosh pastaj në Afrikë, unë këtë s'ta pranoj kurrë. Ti thatë kemi hyrë me sa gishta. Tash këto gishta, a mund zgjidhin gjithë këtë mal krimi që është krijuar në 30 vjet? Oferta ime është kjo. Nëse këta si do dilet nga ky, sepse ato do të jenë aty nga ngrejnë, biles do të jenë nga ngrejnë dhe fëmijët aty, se do të hiqen nga jeta Berisha, po Shkëlzeni. E kuptoj me paret e Berishës. Po Shkëlzeni do hiqi vëlla se në mos pas të qeveri dhe drejtësi institucionale ka drejtësi të Zotit, ka Zot, dhe nuk ka për të zhduk drejtësia. Gjithmonë ka dritë në fund tunelit, kush thot kundërtën është nga ata që është vull humbur. Pak kontradiktore, Romeas, du të bëj debat me ty se je profesionist këtë punin, por ne historikisht si popull s'kemi pas drejtësi. Po zdo kemi? Jo, nuk thash që s'do kemi. A zgjoni ditë popujt apo nuk zgjoni? Po mirë, po kemi kaq kur po na dëgjuam se njëri më. Po si u zgjon gjermanët? Që ishin ca moçalishe ku francezët bënin qef. Tash ti për qenë ju thatë janë ca gishta që kanë hyrë në drejtësi. Tash krimi, korrupsioni është shumë i rëndë, shumë i thellë. Këto gishta çfarë do të bëjnë? Do të marrin 3-4, se unë jam dakord me ty, unë kam thonë, qose është puna për dënu vetëm Berishën, Metën, me më mirë dhe ato jashtë, edhe ta mojmë 0-0 këtë punë. Po s'ma le ta marrë gjithë paragrafin, gjithmonë ka i hyre, ka i përfundim. O do bëhet me hir, pra duke respektuar drejtat tona me ligjet e tjerë, dhe ne do të rrisim demokraci me përfaqësim, pra ne të kontrollojmë si popull, jo këta. Këta amburren se janë votuar nga populli për qenë deputet, bëjnë ligjet, bëjnë ato, bëjnë to, po. Edhe ne si popull do vend dhe i trup tjetër kontrollojmë edhe punën e parlamentit, edhe drejtësinë, edhe median dhe këto. Ka ardhur koha që në këtë kolaps korrupsioni qytetar të votuar të jenë edhe pjesë e jurive në gjykata. Tani ti vjen nga i vend ku është me juri, pa. Me juri. Edhe ata dhe arbitrazhi nuk e pranojnë se s'duan të heqin dorë nga tradita e jurisë që mban frymën e drejtësisë e mban popull. Dhe çdo qytetar atje, edhe shqiptar që ka marrë pasaportën, e ka me detyrim i herë 3 muaj shkojnë atje. Në përgjigje, në përjuri atje. Po, ka mu disa herë. S'kam shku, më ka disa herë. S'ke shku ke bogabim, po ty detyron ajo që ti shkove. Edhe ke edhe sankcione, por nuk shkove.